Nga buxheti i komunës së Gostivarit janë ndarë gjithsej 8.200.000 denar për përkrahje financiare të disa klubeve sportive. Vendimi u miratua sot gjatë seancës së 4 të Këshillit Komunal, ku ndër pikat e rendit të ditës u shqyrtuan propozim vendime që lidhen me mbështetjen financiare të sektorit të sportit. Sipas vendimeve të miratuara, klubi i futbollit Gostivari, Gostivar, do të mbështetet me 600.000 denar. Klubi i handbollit Arsimi nga fshati Qegran do të përfitojë 6 milion denar. Klubi i handbollit për meshkuj Jehona Gostivar subvencionohet me 1 milion denar, ndërsa klubi i handbollit për femra Jehona Gostivar me 600.000 denar. Kështu bëri të ditur kryesuesi i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi. Ne sot bashkë me propozimin e tonë dhe të kryetarit të komunës, miratuam mbështetjen financiare për klubet e cilat ushtrojnë veprimtarinë e sportit në qytetin tonë, klubin e sportit të Gostivar, futbollit Gostivar, cilën e ndihmuam me 600.000 denar, gjithashtu një mbështetje të theksueshme, ndam dhe miratuam për klubin e futbollit Arsimi, cilët garojnë në ligë të parë në Maqedoni të Veriut. Sollëm vendim që të përkrahim edhe klubin e handbollit për femra Jehona në Gostivar dhe klubin e handbollit për meshkuj Jehona, cilët po ashtu janë në Super League. Të dy këto klube përkrahen ose mbështeten me 1 milion gjithësisht me 600.000 denar, cilët gjithashtu janë të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë të dy klubeve që të mund të aftësohen edhe të gjitha të treja të cilat janë pjesë e këtij sporti mjaft të rëndësishëm në qytetin tonë. Shuma më e madhe e mjeteve shkon për klubin e futbollit Arsimi Qegran, dhe kjo për shkak se është i vetmi klub që garon në ligë të parë, ndërsa qindra fëmijë po edukohen me sport tek i njëjti klub. Kështu tha gjatë sqarimit të tij këshilltari Gzim Hamzai. Sot para nesh është pika e rendit të ditës për përkrahjen financiare të klubit Arsimi, klub që vjen nga Qegrani dhe që është klubi vetëm nga komuna jonë që garon në ligën e parë. Ky klub ka 50 vite histori, por kushtim dhe qëndrueshmëri. Është dërtuar dhe mbajtur gjallë nga qytetarët, mërgjimtarët, tifozët dhe nga njerëzit që nuk janë ndërzuar kurrë. Arsimi nuk është vetëm klub futbolli, por është një akademi sportive, ku sot rreth 400 fëmijë nga Gostivari dhe fshatrat përreth edukohen, socializohen dhe zhvillohen përmes sportit. Shumica e pikave të rendit të ditës po miratohen me unanimitet, jo vetëm në seancën e sotme, por edhe në ato të kaluarat. I pyetur nëse po ndryshon praktika e reflektimit të inateve politike të nivelit qendror në nivel lokal, kryesuesi i Këshillit Valdet Xhaferi shprehet se këshilltarët po dëshmojnë se interesi i qytetit dhe qytetarëve është mbi çdo interes.